Kur nuk duhet të dilni nga shtëpia pa krem mbrojtës. Me mbërritjen e verës dhe rritjen e temperaturave, kremi i diellit bëhet një aleat i domosdoshëm për shëndetin e lëkurës. Ekspozimi i zgjatur ndaj rrezeve ultraviolet është një nga shkaktarët kryesor të plagjes së parakohshme, djegjeve të lëkurës dhe rritjes së rrezikut për sëmundje të lëkurës. Dermatologët këshillojnë përdorimin e përditshëm të kremit mbrojtës me faktor të lartë mbrojtje, veçanërisht gjatë orëve të pikut nga ora 10 deri në orën 4 pasdite. Kremi i diellit nuk është i rëndësishëm vetëm për ditët me diell të fortë në plazh, por edhe kur qielli është me re, pasi rrezet ultraviolet depërtojnë edhe përmes rreve. Fëmijët, të moshuarit dhe personat me lëkurë të ndjeshme janë veçanërisht të rrezikuar dhe kanë nevojë për mbrojtje të shtuar. Përdorimi i duhur i kremit ndihmon në ruajtjen dhe në elasticitetin për mbrojtje të shtuar të lëkurës tuaj.